Jënë do haraqegji që e financojnë Partinë Demokratike. Qka jeti të ja qëtë se hire këtu a qeverisë? Flitët kështu si në rrugë. Na e ko bërsh një kërkim folje, zëtja Broshi, kur të folëm në kuvend, du të me ditë që si në rrugë. Nuk mundesh me thonë, jënë do haraqegji të biznese që e financojnë Partinë Demokratike. A dini sa e ligë është kjo fjallë, mas pari kështu për pikpamje politike. Masaneja, diso problemi ligjor e konceptual është këtë fjali. Qysh mund është me thonë ti, ato bizneset që si të kanë haraq, a jetë ti pushteti, pse zot një ti që e ki shtetin që 6 vjetë, e din që ka njerës që qesin haraq në Kosovë dhe nuk shkon me i marrë me arrestu. Apo na kuptoni që po flosëm dhe rumë qytetarë. Deputeti i pushtetit po thotë ka njerës me haraq, që financo ka një parti politike, fynë ta një parti politike, edhe shteti nuk merë mosa. Qka jeti të ja qëtë se hire këtu a qeverisë? Të thonë, ma me kujdes edhe mendoj që kryetore, mendoj që kur të thotë deputeti kështu, do të mjatë rekë vrejtjen jo. Së mundet me thonë haraqegjia, financon një parti. Deputeti, ja kalzon emnin ati që qëtë haraq, ja kalzon ku në mora të pore, ja ku në shko të pore, ja kështu s'muna, së po mendoj që kjo është diskutim si kur në rrugë, nuk flitet kështu si në rrugë, që atë teket në kafe. Kjo ku vend, jena të diskutu për një qështë konkret për një leqë, ju i keni votat, pa arrini me kalu. Keni drejten e ju ne mendojmë që jeni gabim, jo një binë që jeni gabim, po keni drejten e ju me vot, ama me full si në rrugë, edhe me prit që nësë reagojmë, mendoj që na e ko bërsh një kërkim falje, në këtë rast deputeti, edhe mendoj që edhe ju sekretari do shme ja kërku. Falemderit kundër replik, deputeti Abrashi. Falemderit, shumë nderuar kolegë deputet Gruda. Gjatë kohës sa u zhvillu këtë diskutimu nuk dija ketë në sold. Fjallën, operator ekonomik që qëtë haraq bizneset vogla e përdori deputetin nga grupi ju i parlamentare, Mana Ramoni. Jo une. Përgjigja jeme ke në ato se shka tha aj. Prandaj, kur po thu me kërku folje, pse me të kërku folje? A moni mbledhet partisju? A i diskutoni fjalimet? A dëgjove që tha e moni? Fjallën haraq që i qesin bizneseve të vogla, operatorët ekonomik që janë financus të PDK-s, e përmeni e moni, jo une. E me ke reagim të e fjalimit të ti. Prandaj, kur thush me kërku folje, kujt? Tu e monit mërë kërkoj folje ati, jo mu. Ju lutëm. Deputeti Eman Ramani kundër replik, se ja përmendi emrin Artani sërish. Unë po të falenderoj zotëria Brashi për guximin, për me i hi një procesi til me javnol haraqin prodhuese vendor prej rrjeteve të marketeve. A janë financus, e të kujt janë financus, nëse din, del tu i përmeni emra, tu në thash kujt janë financus, janë haraqegji,